Spektakli 21 Prime i Ferma VIP në ekranin e Vision Plus solli emocione të forta për fermerët dhe publikun. Një natë që nisim me tensione dhe përfundoi me surpriza, vendime të papritura, largimin e një prej fermerëve më të komentuara, si dhe shpalljen e finalistit të dytë. Atëherë urime Ran, ti je zyrtarisht finalisti i dytë i Ferma VIP 2. Pas televotimit të hapur të premten, publiku kishte në dorë fatin e fermerëve. 4 më pak të votuarit, Ylli, Elinara, Ester dhe Andrea, u përballën në një sfidë vendimtare. Sfidë nga e cila Andrea rezultoi fitues, ndërsa 3 fermerët e tjerë i priste një tjetër televotim. Fituesi i sfidës është Andrea. Por Agai, si gjithmonë, u tregua surprizues. Erandit, si një prej 3 konkurrentëve më të votuar, ju dha hajmalia e fatit, nëpërmjet të cilës do të duhej të merrte një vendim të rëndësishëm që ndryshoi rrjedhën e lojës. Erandi kishte 2 mundësi: të shpallej automatikisht finalisti i dytë ose të shpëtonte një nga fermerët e rrezikuar për ta sfiduar më pas për një vend në finale. Jem finalisti i dytë. Ai zgjodhi të siguronte për veten vendin në finale, duke i lënë 3 të tjerët në dorë të televotimit të publikut. Në fund të votimit, Esteri ishte ajo që u largua nga gara, duke humbur mundësinë për të qenë pjesë e finales së madhe më 20 qershor. Ester. Largimi i saj u shoqërua me emocione të forta, ndërsa televotimi mbeti i hapur për të zgjedhur finalistin e tretë mes Big Bastës dhe Anduelit si 2 më të pëlqyerit e publikut. Anduel dhe Big Basta. Teksa numërimi i ditëve mbrapsht ka nisur, spektakli së hënës nuk kaloi pa surpriza. Rrëfimi i linjës së jetës së Big Bastës shpalosi një tjetër anë të ndjeshme të fermerit. Fëmijëria ime ka qenë e mrekullueshme. Ndërsa një vizitë e veçantë nga prindërit e tij i dhuroi një prej momenteve dhe kujtimeve më të bukura në rrugëtimin e Ferma VIP. Në përfundim, siç është kthyer tashmë në traditë, Ferma u mbyll me muzikë të bukur dhe momente argëtuese, ndërsa gjatë kësaj nate u konfirmua edhe një herë se loja po hyn në fazën më të nxehtë, ku çdo vendim, debat apo emocion ndikon drejt për drejt në rrugën drejt finales së madhe.